Nxënësit e gjimnazit Raqi Qirinxhi në Korçë u evakuan përmes një plani të mirë organizuar të gjitha strukturave shtetërore në kuadër të një stërvitje në rast tërmeti. Ka qenë Agjencia Kombëtare Mbrojtjes Civile e cila ka organizuar këtë stërvitje të mirë menduar në gjitha hallkat e saj për të trajnuar dhe përgatitur të gjitha ekipet e emergjencave për të reaguar në situata të jashtëzakonshme, siç është tërmeti. Evolimi i kushteve klimatike dhe mënyrën se si evoluojnë ngjarjet fenomena natyrore kërkon që të gjithë ne të jemi vazhdimisht në përgjithësimin e njohurive dhe aftësive. Do thotë që duhet të ushtrojmë vazhdimisht. Në asnjë moment nuk mund të themi me bindje të plotë që jemi të përgatitur dhe mund të përballojmë çfarë lloj gjë. Jo. Nëse themi këtë, le të themi që ulim vigjilencë. Gjithmonë duhet të jemi në proces të vazhdueshëm përgatitje dhe përgjithësimit të njohurive dhe aftësive tona. Do të thotë që nuk ka një përgjigje përfundimtare nëse sistemi jon është i aftë për të përballuar. Atëherë që kemi kushtet për t'i përballuar. Të gjitha institucionet e qarkut të Korçës kanë marrë pjesë në këtë stërvitje duke kryer fillimisht planin e ndërhyrjes në disa çadre të ngritura për këtë qëllim, e më pas duke reaguar në mënyrë zinxhir në një situatë hipotetike tërmeti në përputhje me protokollet. Është një rrugtim për të përmirësuar në mënyrë të vazhdueshme dhe ne këtë duam të lëmë si nevojë që të evidentojmë pikat e dobta, të cilat duhet të marrin një vëmendje më të madhe institucionale, edhe do duhet konsideruar mbrojtja civile si një prioritet i vazhdueshëm, edhe jo vetëm në situata të fatkeqësive natyrore, po sa të përgatitur jemi ne në mënyrë eventuale që të reagojmë në më të mirën e mundësive tona, sepse pa diskutim solidariteti njerëzor dhe i strukturave asnjëherë nuk ka munguar dhe asnjëherë nuk do të mungojë, po ajo që bën diferencën është mënyra organizative edhe zinxhiri i komunikimit të gjitha hallkave për të qenë në përgjegjësinë e detyrës çdo strukturë sipas niveleve dhe ligjit që e parashikon ai funksion. Kjo është stërvitja e 5 që zhvillohet nga Agjencia Kombëtare Mbrojtjes Civile në gjithë vendin, ndërsa në Korçë është përzgjedhur pikërisht situata e tërmetit për shkak të rrezikut të lartë që ka ky qark për t'u prekur nga ky fenomen natyror.